Përshëndetje gjithëve, faleminderit që keni ardhur, falenderoj shumë Ritën për ftesën, paneli shumë i bukur, edhe unë do përsërisë ndoshta pak fjalë nga Iliri. Iliri dhe unë si puna jote nuk jam si një përkthyese që ka përkthyer klasikët, por jam shumë pro ripërkthimet. Profesor Rukun e kam koleg në fakultet, kisha përgatitur një material këtu për ta lexuar dhe për ta ndarë me gjithë së bashku për dhënë arsyet e mia sepse jam pro ripërkthimit të klasikëve, është një dëshirë dhe kërkesë ime madje që i është bërë edhe zoti Tymeri në bashkëpunimin e parë që pata në vitin 2011 që solla zafonin në gjuhën shqipe dhe mendoj që është një nga temat që flitet ende midis kolegëve, përkthyesve dhe gjithëve bashkë. Profesor Uka, unë jam shumë dakord me atë çka ju thatë që gjuha e Nolit është shumë e pasur, por në rast se flasim për një ripërkthim, kjo nuk do thotë që ne mohojmë përkthimin e parë dhe e hedhim poshtë atë. Përkundrezi mendoj që ripërkthimi është një akt rinovimi, çlirohet gjithçka që më parë ka qenë paksa e ngurtësuar për arsyet që u thanë. Neve kemi zhvilluar një aktivitet edhe me zonjën Rita Shpimbotusa Albas dhe të ftuar kishim në ambientet e Fakultetit Gjuhëve të Huaja, ku ne dy jemi koleg, kishim ftuar edhe përkthyesin Bajram Karabolli, cili na përshëndes. Edhe mendoj që edhe nga diskutimet që patë me Shpimbotuse, me zonjën Rita, po dhe me vetë përkthyesin Bajram Karabolli, ripërkthimi i Cervantesit mendoj që ishte shumë i nevojshëm, dhe jo vetëm Cervantesi, është përkthyer fiks pas 100 vitesh, kur çdo gjë ka evoluar duke filluar që nga gjuha që flasim. Dhe kemi parasysh që drejtojmë edhe një publiku të ri tashmë, nuk janë të njëjtit njerëz, nuk është më ajo njëjta ideologji. Mendoj që Fanoli absolutisht e ka përkthyer, është më i miri. Ne nuk kemi krahasuar Bajram Karabollin me Fanolin. Është thjesht ajo që thash pak më parë. Është shumë mirë projekte që ju të punoni me projekte. Është çliruar gjuha dhe mendoj që në ripërkthime absolutisht, as nuk i kemi hyrë kësaj pjese dhe mendoj që dhe për Bajrami ka qenë një barë ngarkesë emocionale, fakti që ka pranuar të marrë përsipër të ripërkthej këtë vepër të kaq madhe, duke qenë se vullën dhe damkën e parë ka pasur me Fanolin. Sigurisht është ajo frika që gjithë secili nga ne do të kishte, po të ishte propozuar diçka e tillë. Dhe për Karabollin nuk është se ka qenë punë e lehtë, por mendoj që ripërkthimi klasikëve duhet bërë për arsye që thanë edhe kolegët e mëparshëm. Mendoj që është i nevojshëm edhe për brezin e ri, por edhe për të ringjallur fjalë arkaike që ndoshta janë harruar dhe që ky brez joni sotëm flas edhe në këndvështrimin e një pedagoge duke ju referuar fjalorit minimal që kanë studentët në prezantimin e një libri ose kur ti i pyet se cili është libri i fundit, çfarë kanë lexuar, dhe mendoj që letërsia klasike e ripërkthyer do ndihmonte shumë për gjitha këto që sapo përmenda.